Përshëndetje gjithëve miq, takohemi në episodin e radhës të Albania Newscast. Fillimisht një falënderim për të gjithë juve, keni dhënë me qindra me mira komente, jemi munduar dhe i kemi lezuar që të gjitha. Patjetër që ndonjë ka qenë edhe shumë kritik, por gjithsesi i vlerësojmë që keni patur kohën dhe keni bërë komentet tuaja, por ju bëj thirrje gjithashtu që të vjoni të bëni gjë të tillë, jepni edhe like, por bëni edhe subscribe, padyshim ne do të kemi edhe sezonin tjetër që ta kemi njëkohësisht me të njëjtin ritëm me sezonin që e bëm gjysëm gjatë këtij sezoni, por do ta kemi akoma dhe më të mirë në shtator e mëtej. Sot do flasim për një temë e cila nuk lidhet me aktualitetin politik, nuk lidhet me diplomacinë, por lidhet me një debat, me një diskutim i cili prek her pas here gjithë opinionet publike, sidomos ato ndërkombëtare, pak edhe në Shqipëri, futen dhe teori konspiracioni, i ka pak nga gjitha, ka të bëjë me jashtëtokësorët. A ekzistojnë apo jo jashtëtokësorët ose ata që njihen ndryshe si UFO-t? Për këtë do flasim, kam kënaqësinë të kem profesor Memusha Bilaj, i cili është një mik i Albania Newscast dhe flasim her pas here tema të ndryshme me të dhe vendosëm të flasim edhe për këtë çështje pasi ka shumë interes dhe ka ngelur e pasqaruar. Zotja Bilaj, faleminderit. Kënaqësi të gjithmonë që je në studion time. Përshëndetje. Si ka lindur kjo legjenda e jashtëtokësorëve? Është që nga antikiteti apo është një terminologji e re? Deri në sot është përdorur termi UFO. Domethënë objekte fluturues të pa identifikuar. Sot ky term nuk përdoret më, është hequr, është zëvendësuar me një term të ri që quhet UAP. Unidentified Unidentified object, ndoshta. Objekti pa identifikuar apo ARL fenomen. Po, fenomeni pa identifikuar. Është një term shkencor i vendosur dhe studiuar nga NASA dhe Pentagoni. Është propozuar në 2021 dhe është vendosur me ligj në SBA në dhjetor të 2023. Kjo është bërë me qëllim që pjesa shkencore të identifikohet me këtë terminologji, ndërsa pjesa e fantazisë dhe pop kulturës, ajo si UFO, të ngelet kulturës popullore. Dhe janë shkëputur. Domethënë, baza shkencore tani udhëhiqet me këtë term. Po më herë si ka qenë, pra, si ka funksionuar gjithë ky mit? Vjen nga antikiteti apo jo? Sepse me piramidat e Egjiptit disa bëjnë krahasime anije kozmike etj. Njeriu gjithnjë ka patur dëshirë që të njihet me ambientin dhe komshit dhe ka kërkuar gjithmonë që të eksplorojë terrenin, mjedisin, duke filluar nga ambienti ku ka qenë i fisit, i shtetit, i kontinentit dhe më në fund i gjithë globit. Pastaj ka patur, i ka lindur dëshira që të gjejë dhe komshit të tjerë në hapësirën ndërplanetare. Dhe kjo ka lindur, ka krijuar, ka ushqyer fantazi nga më të ndryshmet. Të dokumentuara këto gjenden në Kinë. Në shekullin e 4 para erës së re gjenden dokumenta që njerëzit janë përpjekur të shpjegojnë disa fenomene dhe nga që nuk i shpjegonin dot, i lidhin me ekzistencën e jashtëtokësorëve. Pastaj më vonë ka patur informacione të ndryshme, po të gjitha të pa verifikuara. Në perandorin romake po kështu. Mesjeta i zhvilloi këto fantazi në kulm, sepse i interesonte fesë për t'i përhapur këto. Dhe në mënyrë të veçantë, Kisha Katolike ka ndikuar shumë në përhapjen e legjendave të tilla për ekzistencën e qenieve jashtëtokësore etj. Edhe për të justifikuar atë teorinë që Krishti e tjerë kanë zbritur nga qielli. Problemi ishte se në mesjet deri 95% e fenomeneve të natyrës nuk shpjeguheshin dot. Dhe gjendesh një mënyrë për t'i shpjeguar në mënyrë të thjeshtë që këto
janë të ndikuara nga ndërhyrjet e jashtëtoksorëve. Dhe ndërsa sot nga studimet janë bërë, për shembull, në 1979 është klasifikuar që 95% të fenomeneve sot janë të njohura dhe të spjeguara. Dhe nuk ka nevojë për teori të tjera konspirative, fantazira etj. Por në kulturën popullore ka ngel po ajo gjendje. Domethënë, në popull mendohet që ka jashtëtoksore që vinë, ikin, lënë teknologji ras, dhe kjo pati dhe një, si të thuash, një bazë pjesërisht reale, pjesërisht fantastike, që u zhvillua dhe u kultivua sidomos në vitet 1945-1950. Sidomos në Amerikë, ku atje u bë dhe kinematografi, u bë dhe biznes. U bë për arsye të caktuara, sepse bile i pari në këtë është një person, një Arnold Kenneth, që publikoi në shtyp praninë e disa objekteve të pa identifikuara në atmosferë. Kjo bëri shkas pasaj për shumë interpretime, kryesisht të gabuara, pas një bazë etj. Megjithatë, është një bazë që pse lindi kjo teoria e UFO-ve në këtë periudhë. Në këtë periudhë kemi lindjen e aviacionit reaktiv në disa shtete. Dhe testimet me këtë aviacion ishin pafund. Në Amerikë, në Kanada, në Angli, në Bashkimin Sovjetik etj. Dhe ishin avion shumë të shpejt, fluturonin lartësi të mëdha dhe njerëzit nuk i kishin parë. Bëheshin dhe në mënyrë sekrete, se secili përpiqesh të ruante sekretin e vet. Paralel me aviacionin, kemi zhvillimin e teknologjisë së raketave. Po në të njëjtin periudhë, bëheshin testime raketash nga më të ndryshmet, në lartësi nga më të ndryshme, ajo histori që dihet për zhvillimin e kësaj arme. Njerëzit në forma të ndryshme i shikonin këto, po nuk i kuptonin. Për shembull, shihni një objekt në lartësi 30 kilometra dhe një reflektimin e këtij objekti dhe nuk e kuptonin, dhe detyrimisht shpjegimi më i thjeshtë është prania e UFO-ve. Po disje fluturuese nga ka lindur? Po, këto janë historitë e këtyre disje fluturuese dhe ndodhte edhe një fenomen tjetër. Në 1946, për shembull, vrojtime të shumta në Suedi jepnin informacione të tilla. Bile brenda një viti ka pat më tepër se 2000 informacione në Suedi. Përse ishin këtu? Avionët rusë nuk respektonin asnjë kufi dhe shkonin, kapërcenin kufit e shteteve, kalonin atë polin e veriut dhe dilin edhe në Kanada edhe në Amerikë dhe diktoheshin dhe atje. Tani, në qoftë se do t'i thoshe popullit që avionët rusë veprojnë në këtë formë, i testonin dhe do thënë po ju ç'a bëni, atëherë për ta mbyllur këtë, u hodha ajo teoria që janë ca objekte fluturues të panjohur që vinë nga hapësira. Dhe këtë teori e përgatiti FBI-a. Porositi dhe një film në Hollywood dhe doli që kur të certifikohej e vërteta. Kur u deklasifikuan këto veprime, u pa që filmi ishte falso, se është publikuar këtë dihet. Dhe hecja e njeriut në hënë ka qenë e prodhuar në studiot e Hollywood. Pra, e faktuar tashmë. Nuk po flasim për konspiracione. FBI-a e mbylli këtë muhabet, që nuk janë avion, nuk janë ballona, se janë ballona që ngrihen për studime spionazhi, për studime atmosferike, shkencore. Kina ka patur disa të tilla që janë kapur së fundmi. Dhe detyrimisht për të mbyllur gojën e njerëzve që si na hynë në hapësirën tonë avion të tjerë, janë UFO. Edhe kështu kjo u zhvillua, u përpunua dhe mori atë formë pasaj që ishte e pamundur ta frenoje më këtë
këtë problem. Domethënë, kjo i përket periudhës së viteve 1945-50 si fillim. Po Shqipëria shprekur ndonjëherë nga këto kuriozitete ose në nivele po flas? Edhe në Shqipëri kemi probleme të tilla. Ha. Historinë e parë na i përshkruan Mihal Grameno më 1907. Ai ishte në qetën e Qerqis Toplit. Qeta ndodhesh në malin e Çajupit dhe në një natë të bukur shikoi një flakërim në qiell. Dhe thot atje, pam një flakërim, një dritë të fuqishme e cila zgjati një farë kohe dhe nuk e kuptuam se çfarë ishte. U ngritëm të gjithë thot dhe ndoqëm këtë dhe pastaj ajo u shua gradualisht. Domethënë kjo është, si të thuash, dokumenti i parë në Shqipëri që flitet për një objekt jashtëtoksor, po e quajmë jashtëtoksor. Çfarë ka qenë kjo që kanë parë ata? Mund të ketë qenë një rrufe sferike, e cila ose një yll ose një meteor i cili është shkatërruar në distancë të lartë dhe ka lënë pjesë të vogla që janë djegur avash avash duke ndërquar e tjere derisa janë më tepër në lartësi duke dhe duke qenë në një maj mali, për shembull, ajri është shumë i pastër edhe ajo atje duket shumë mirë kjo flakërima e këtyre objekteve. Pastaj interesante kjo. Domethënë, këtë e kemi të dokumentuar që në shkrimet e Mihal Gramenos është përshkruar kjo histori e një fenomeni të panjohur, të pa identifikuar. Më tutje pastaj kemi historira që janë edhe qesharake, sidomos mas viteve 60 kemi patur raste të depërtimit të ballonave të huaj këtu, ballonave studimor, që janë rrëzuar në disa vende, janë kapur ande këtej dhe janë identifikuar, por populli i ka i quajtur si objekte jashtëtoksor, ata që i kanë parë. Atje ku ka rënë e kanë parë se në fund ka qenë një ballon. Kështu që në Shqipëri kanë hyrë disa ballone dhe janë interpretuar në forma nga më të ndryshme. Pastaj, pas viteve 1990 në Shqipëri ka patur një, si të thuash, një boom historish ufosh, ku secili mund të tregonte histori ufosh. Dhe ne kemi në disa nga raste, për shembull, më qesharaku është zbritën ufot në Roskovec. Edhe ku vajtën gazetarët e frynës tërfryn këtë muhabet. Disa i kam dëgjuar për malin e Tomorrit. Po secili shpreh gjën një mundësi për të treguar ca histori që bile kjo e Roskovecit u shkrujt edhe në gazetë, dolën edhe në televizor, 2007 më duket. Dhe atje 2 fëmijë kishin ndezur një zjarr, krijohet një vorbull ajrore edhe i merr ato bëshdilat e gjetëve çka kishin futur ata për të ndezur aty. Edhe ata thanë ç'a ndodhi kështu se u mori era ato ciklonet që krijohen në ambientet. Një gruaj që ishte aty i tha, zbritën ufot. Për 10 minuta gjithë Roskoveci fliste për ufot. Nisen nga Tirana gazetarët, televizionet edhe ven atje nuk gjejnë duke kërkuar ufot. Duke kërkuar ufot dhe kështu u kthyen këto, ose një rast këtu zbritën ufot në Kashar. Po në 2007 më duket është edhe kjo histori, një njeri i dehur shef ca projektor të një kompanie që bënte lodra në ajër me ngjyra edhe ju bërtet atje në fshat shpejt se zbritën ufot. Për 5 minuta vjen gazetarët dhe u mbush Tirana me historinë e ufove. Pra ka probleme të tilla që në kulturën popullore këto janë bërë të zakonshme dhe ata që i përhapin kanë se janë të vërteta. Sepse i gënjen syrin ndoshta. Zoti Memushaj, shkencërisht ekzistojnë apo jo, përse po, përse jo? Dalim pak nga ndjesia popullore. UFO-t nuk ekzistojnë. Në ato kuptimi që janë objekte fluturus të panjohur, po t'i themi kështu, nuk ekzistojnë. As kanë ekzistuar, as kanë për të ekzistuar për shumë arsye. 2 fjalë, nëse më lejoni. Po, kemi ka. Në Amerikë, Trumpi si vjet, presidenti Trump, përveç problemeve,
Veç problemet shumëta që ka patur me politikën e jashtme të brendshme, gjeti kohë dhe bëri një dekret për këto dokumentacionin e UFO-ve. Dhe në shkurt, në momentin kur filloi lufta me Iranin, ai bëri një dekret që urdhëronte Ministrinë e Mbrojtjes, Pentagonin, FBI-n dhe kush kishte tjetër institucion tjetri që kishte informacione, dosje, materiale për UFO, t'i bëjnë publike. Ministria e Mbrojtjes kishte 160 dosje. Filloi publikimin e këtyre dosjeve në maj të këtij viti dhe para disa ditësh unë lexoj aty që ishin publikuar 40 dosje që kam mbledhur që nga 1945 deri tani materiale të vendosura që kanë qenë të klasifikuara për arsye të ndryshme. Dhe atje gjenden që ata që pan UFO të herë të parë kanë parë aeroplanet reaktiv, ose kanë parë testimet e raketave, e të tjera probleme. Aty spjegohen edhe shumë fenomene të tjera që në atë kohë nuk kuptoheshin, nuk janë spjeguar dhe janë përhapur si jashtëtoksor, por në fakt kanë qenë probleme të teknike të realizuara aty në terren. Dhe në direktivën e fundit thuhet që deri tani nuk ka asnjë të dhënë shkencore, flasim për të dhëna shkencore, asnjë të dhënë shkencore për ndonjë ekzistencë të jetës brenda sistemit diellor me përjashtim të tokës. Dhe nuk kemi asnjë, është dokument qeveritar ky. Dhe nuk kemi asnjë informacion nga të gjitha kërkimet që kemi bërë për ekzistencën e jetës diku këtu në sistemin diellor. Përderisa brenda sistemit diellor, sa janë mundësitë e shkencës sot, nuk vërtetohet ekzistenca e qenieve të gjalla, do të thotë që nuk ka të vërtetuar shkencërisht. Dhe tani, përse duhet justifikuar këto, të gjitha fenomenet që shifen, interpretohen ose përpunohen në forma të tilla, sikur janë jashtëtoksor, ndahen në 3 ose 4 kategori. Një janë fenomene natyrore, që shumica njerëzve nuk i din, por shkenca i spjegon, nuk ka asnjë problem. Do me thënë, fillon që nga meteorët, rrufet sferike, format të ndryshme të rrufeve që ne dhe nuk i njohim, por shkenca i njeh, objekte të tjera që përdor njeriu për testim, sot. I janë sekret. Po që janë sekret. Pretendohet për një aeroplan me 6.000 km/h që po testohet. Tani ai ndonjë mund t'i duket si UFO. Se lëviz në mënyrë shumë të shpejtë. Shumë të shpejtë, ndryshon pozicionin e tjera. Pra, këto teori, fantazi e teori konspirative, lidhen me probleme teknologjike, që janë pafund këto. Tjetër janë fenomene që lidhen me keq interpretimin e disa të dhënave. Për shembull, kamera të vendosura në avion apo në ashtu për qëllime studimore, për qëllime spionazhi e për efekte të tjera, në largësi të mëdha, dhe ato kërkojnë një rezolucion të madh, japin gabime. Domethënë, fotografohet një objekt, edhe anash tij del një objekt tjetër. Është pjesë e shëmullimit atij në kamerë. Do dhe me celular, jo më me... Dhe, domethënë, identifikimi dhe precizimi i këtyre veprimeve kërkon specialist shumë të zotë. Dhe në fillim, duke interpretuar fotografitë që janë bërë qoftë nga amatorët, qoftë edhe nga studio shkencore, ka patur gabime, keq interpretime të këtyre, dhe kjo ka çuar pastaj në rrjedhjen krimin e miteve, konspiracion.
Kush është një konspiracion I madh që ekziston për jashtëksorët, për UFO-t? Besoj duhet keni dëgjuar shumë. I tha disa në Shqipëri, po në nivel botror ka? Ka. Para disa vjetësh, ai sistemi Gallup ka bërë një studim në Amerikë dhe në disa vende të tjera. Instituti, po. Dhe bile në 2020 më duket e 2021-shin, rreth 40% të intervistuarve nga ky institut pranojnë ekzistencën e UFO-ve. Dhe këta e shpjegojnë. Do me thënë, personat që besojnë tek UFO-t nuk kanë arsimin e mjaftueshëm, nuk kanë një arsim të mjaftueshëm për të kuptuar këto tregime. Një pjesë janë në efektin e drogës. Sepse në Amerikë, për shembull, pse është kaq e madhe kjo? Në Amerikë, në krahasim me Evropën, në vende të tjera përdoren një drogë e veçantë që quhet LSD-25. Po, ka shumë lloj drogesh. Acidi lizergik. Ashtu nga pikpamja kimike, emërtimi kimik është acidi lizergik. Kjo është një drogë e veçantë, e prodhuar nga CIA për qëllimet e veta në vitin 1950 dhe tani ajo është në treg. Është marrë formula dhe prodhohet në treg. Qëllimi I kësaj është se ajo një sasi e vogël është 1000 herë më e fuqishme se kokaina dhe karakteristike e kësaj droge është që njeriu që ndodhet në psikozën e kësaj droge, shef UFO, bën udhëtime në kozmos dhe ndodhet gjithnjë në shoqërinë e jashtëksorëve. Ky studim është shkencor, është bërë me mijëra vullnetar. E ka bërë CIA të plotë dhe tani po deklasifikohet. Dhe në Amerikë kjo përdoret shumë. Kjo lloj droge. Kështu që dhe një pjesë atyre fantazive të UFO-ve lidhet me përdorimin e LSD-25. Ajo Po bëj pak unë pjesën e konspiracionistit dhe diskutimit, po mos është kjo I dimensioni munguar I trujt njerëzor që e shtyn që të flasin vërtet me jashtëksorët? Jo, ata që bjenë në psikozën e drogës, u duket atyre se ajo droga krijon këtë, është një drogë karakteristike që krijon këtë ide. Po mos është kjo droga që e çon trurin në një nivel tjetër që këta vërtet shikojnë atë që ne njerëzit normal nuk e shikojmë? Po e bëjon konspiracionistit. Nuk ka asnjë gjë, ajo është thjesht një psikoz. Se si puna e Zotit, po. Janë disa teori për ta bërë pak edhe me pak humor, si puna e Zotit. Shikon milingona njeriu apo jo? Njeriu nuk e shikon milingona thon. Dhe njeriu e shikon dot Zotin, prandaj duhet një dimension psikologjik, jo psikologjik, po psiqik që ta shikosh. Mos ndoshta këto drogat I bëjnë ta njerëz apo Tani po të hymë në botën e drogave, drogat jo aty që ndrojmë larg, po stimulojnë disa qendra të trurit ku çrregullojnë veprimet normale. Dhe duke çrregulluar veprimet tani normale të sistemit nervor qendror, aty truri përpunon, shef shumë gjëra të paqëna. Jo se shikojnë gjëra të qëna që nuk I shikojnë dot të tjerët. S'ka të bëj fare. Është një degenerimi I veprimtarisë të trurit. Dhe LSD-ja bën këtë, është karakteristikë e kësaj, që të gjithë të vullnetarët që janë nështruar provave me LSD, të gjithë deklarojnë që takuan UFO, shkuan në Sirius apo në një element tjetër. Pra këta që thonë që na kanë marrë UFO-t, na kanë çuar. Po, janë thjesht këta dalin që janë përdorus të LSD-s. Pra është karakteristike kjo, prandaj ka një përhapje të madhe në masën e popullit. Përveç asaj pjese, është një univers I tërë, është një kozmos I tërë me planete, me yjesi etj. Në sistemin diellor që ju thatë, pra ta serën pak opinionin publik si funksionon. Sistemi diellor është vetëm toka e banuar apo ka edhe ose përtej sistemi diellor mund të ketë edhe planete të tjera. Sepse logjika, nëse ka një planet siç është toka I banueshëm, mund të ketë edhe një planet tjetër, ndoshta më larg apo jo. Me logjikë. Sistemi diellor është studiuar mirë e bukur. Ka filluar që në kohën e Kopernikut 1600-ën, pavarësisht se ndalondja kisha kush fliste për realitet, digjeshin
Turrën e Druveve. Turrën e Druveve dihesh. Dhe sistemi diellor është i studiuar komplet në qosh mi qosh. Si është, si ndahet, në sa planete t'ja thejmë pak njerëzve? Aty janë 9 planete që orbitojnë rreth këtij ylli që është dielli në qendër. Dielli është një yll mesatar. Pra, është një sistem diellor, që ne e quajmë sistemi diellor. Brenda këtij sistemi janë vendosur planetet sipas ligjeve të shpërndarjes së masës dhe në influencën e gravitacionit. Brenda këtij sistemi diellor ne nuk kemi takuar në një UFO, nuk ka në një sinjal. Sepse që kur u hodhën satelitët e parë, u bën tentativa dhe u lëshuan në hapësirë disa sonda. Pioner 1, Pioner 2, Voyager 1, 2 Që lëshonin mesazhe, sinjale. Po, që lëshonin mesazhe, që fotografonin, që kishin pllaka të caktuara, të ndërtuara, të veshur me flori, për t'i rezistuar rrezatimeve kozmike, ku jepeshin të dhëna dhe simbole që në qoftë ekziston një qenie inteligjente, t'i kuptoj këto dhe t'a di ku është toka. Është pozicioni i tokës, pozicioni i diellit, e gjitha këto. Dhe këto që nga vite 70 janë lëshuar. Dhe Voyager 1 në 2012 ka përzyer hapësirën e sistemit diellor. Do të thënë pas gati 40 e ca vjet udhtim. Voyager 2 në 2018 ka dalë nga sistemi jashtë hapësirës së sistemit diellor dhe udhton në hapësirën ndërhyjore. Dhe deri këtu nuk ka patur ndonjë sinjal, se po të kishte qëndje që do vinin vërdall këtu në sistemin diellor, do i diktonin këto, me radar, me forma të ndryshme, do i diktonin këto objekte që po fluturojnë në drejtime të ndryshme. Dhe që lëshonin dhe impulset caktuara, dhe deri tani nuk ka asnjë sinjal. Sa është distanca për të kaluar sistemin diellor, sa vite duhen për një anije kozmike, udhëtimi pa ndërprerje? Këto Voyageri, po. Sondat ecin në 17 km në sekond, kanë 40-50 vjet që po udhtojnë dhe kanë dalë në hapësirën ndërhyjore. Pra 40 vjet që të kalohet gati hapësira diellore. Pak a shumë ky sistemi që në të cilën jetojmë ne. Dhe ky sistem diellor nuk ka asnjë sinjal për ekzistencën e një jete. Jo pastaj për qenie inteligjente. Do me thënë, kur themi për ekzistencën e jetës, ekzistencë e një bakteri, e një mikrobi, e një... Flasim për çfarë do lloji jete, nuk ekziston brenda sistemit diellor. Dhe po planetet e tjera, Plutoni, Marsi, po këto janë planete, po janë me kushte të papërshtatshme për të zhvilluar jeta. Nuk po hym ka patur misione vëzhguese. Po kanë vajtur në Marsin e të gjitha, kanë vajtur dhe në Venera e të tjera sonda të ndryshme, të gjitha kanë konkluduar tani është bërë e zakonshme që gjitha përfundimet janë që nuk ka shenja jete dhe nuk ka kushte për të zhvilluar jeta. Mungon oksigjeni apo çfarë? Po, mungon oksigjeni, janë temperaturat larta, nuk ka ujë, etj, ka rrezatime shumë, etj, do me thënë që nuk ka kushte normale për të zhvilluar jeta. Po në hënë, zoti Memushej, çfarë flitet për hënën? Hëna tani studiuar nga të gjitha drejtimet, ka kushte shumë të ashpra për të krijuar jeta. Pse është ajo kratere, duket ndonjëherë? Kanë rënë meteorët aty dhe kanë bërë gropa. Nga meteorë, se thonë ka qenë dikur planeti... Jo. Ajo është krijuar... Ka pasur luftë bërthamore, njerëzit kanë ikur... Hëna është krijuar paralel me tokën, pak a shumë në një nivel. Këtu e 4 miliard vjet përpara. Ato janë krateret e bërë nga meteorët. Tani, studime po bën në hënë për qëllime të tjera, atje kinezët për shembull pretendojnë të ngrënë qendra të banuara. Është tjetër punë kjo. Atje do zhvillohet një teknologji
për të vërtetuar që se edhe atje mund të jetohet. Që mund të ngrihet një qendër banimi, është tjetër gjë, po jetë në rrugë të natyrshme nuk mund të zhvillohet në hënë. Zot Memushaj, me këtë teori jeni, njeriu në tokë është autokton apo është i ardhur? Jo, ka lindur këtu, jeta ka lindur këtu, nuk mund të vijë, sepse ylli më i afërt, dielli më i afërt me diellin ton, është Proxima e Centaurit. 4.3 vjet dritë larg nga ne, nga sistemi diellor. Për ta bërë më thjesht, sa i bie në vite distancë me këto teknologji që kemi? Afërsisht. Këto sondat që lëshojnë sot, që ju thashu janë me 16-17 km në sekond, për të arritur tek Alfa e Centaurit, duhen 75.000 vjet. Dhe aq vjet duhen për të kthyer, do më thënë, flitet për 150.000 vjet rrugë. Nuk ka mundësi, asnjë lloj mjeti, asnjë që t'i rezistoj kohës, karburante, tjerë. Pra, ky është ylli më i afërt. Pastaj vjen Siriusi, 8.5 vjet dritë larg, 2 herë më shumë. Dhe pastaj vazhdon hapësira ndërhyjore, galaktika jon, ku jetojmë ne. Galaktika jon, që përfshin dhe sistemi diellor, që është një sistem i vogël, po jap ca shifra kështu se ndofta edhe mund të jenë bezdishme. Jo, i duam, se janë kuriozitete. Kjo që kam lexuar shkarazi të shpërndara, por disa dhe nuk i dia. Kjo që quhet rruga e qumshit. Në Shqipëri është përdorur edhe një term tjetër, kashta e kumërtit. Si është përdorur? Kashta e kumërtit. E kumërtit. Ka një histori, një anekdot për këtë punë, domethënë ai brezi i ndriçuar që duket natën. Që përdoret edhe nga udhëtarët e shkretirës etj. Galaksia jon ose rruga e qumshit ka 200 miliard yje. Një pafundësi. Dhe 3.2 trilion planete. Nga këta 3.2 trilion planete, 20 miliard planete kanë kushte për të jetuar. Që mund të ketë jetë. Pa, janë në fazë të qenieve inteligente. 400 gati, 1 në 400, mos më shumë. Pra, mundet të ketë jetë në vendet të tjera, mundet, por janë jashtëzakonisht larg dhe janë të izoluar nga njëri tjetri. Gjitha këto sisteme. Këta nuk mund të komunikojnë me njëri tjetri. Nga ylli polar deri këto drita do 26.000 vjet drita që të vijë. Pra, shkencërisht është pa mundur që këto sisteme të komunikojnë me njëri tjetri. Kështu që edhe sistemi diellor dhe toka jon ka lindur të izoluar, do jetojnë të izoluar dhe do vdesin të izoluar. Zot Memushaj, toka, planeti, e ka një cikël, jeta e ka një cikël, apo është një cikël pa mbarim? Kam parë diku një thënie të një shamani indian, ishte shumë interesante, që më pëlqeu, dhe i dha deri diku një lloj shpjegimi me atë dijen e lashtë, që njeriu i bardh nuk e kupton, tha, që nuk ka një fillim dhe nuk ka një fund. Pra nuk e pse kërkon as fillimin, po nuk e pse mendon as përfundin, sepse nuk ka as njërin as tjetrin. Tani universi shtrihet nga këto shifra të vogla që thashun, kur kalojmë në universin e madh, ka një diametër 93 miliard vjet dritë. Një pa imagjueshmëri e jashtëzakonshme. Zbresim në galaktikën tonë, që është një kokërërë në univers, nga galaktika jonë zbresim tek sistemi diellor, që është një mikro pik në këtë sistem, dhe vim tek toka. Toka është krijuar bashkë me sistemin diellor rreth 4 miliard e gjysmë vjet përpara, dhe do ekzistoj
dhe disa miliardë vjet, sepse gjithçka në tokë lidhet me ekzistencën e diellit. Kur dielli të shpërthej dhe do mbaroj atë ciklin e tij të ekzistencës, do të zhduk komplet sistemi diellor, pra të gjitha planetet dhe tokën do ta glaberoj dielli. Dielli në vdekje e sipër do ta zhduki dhe tokën. Kështu që toka është krijuar në një moment, ka evoluar dhe do përfundoj. Kjo është dialektike. Ciklin do ta bëj sidoqoftë. Ka një cikël. Ky është cikël që toka mund të zgjasë deri në 7 deri në 8 miliardë vjet. Është shumë, nuk është zakonisht, nuk na shkon dot as imagjinata. Dhe për ta mbyllur, krijuesi, arkitekti, kush është? Universi është krijuar në kushte të caktuara. Shkencërisht, pas gjithmonë, për ata që na ndjekin. Unë flas në baza shkencore. Shpjegimi i krijimit të universit është ajo teoria e famshme e Big Bangut. Është një nga teoritë, se ka dhe të tjera që përpiqen ta konkurrojnë. Po marrim atë të mirë qenë këtë teorinë e Big Bangut që njeriu akoma s'është në gjendje ta vërtetojë. Eksakt. Sipas kësaj teorie, para 13.8 miliardë vjetësh është krijuar universi nga një shpërthim. Materia ka qenë e përqendruar në kushte të caktuara në një volum të vogël, ka shpërthyer në bazë të reaksioneve të ndryshme që kanë ndodhur aty dhe është përhapur materia në gjitha drejtimet dhe ka krijuar këtë që ne sot e quajmë univers. Ne jemi në kufi të tillë që kemi llogaritur që universi sot ka një diametër, ose ta imagjinojmë në një sferë me diametër 93 miliardë vjet dritë. Është jashtëzakonisht e madhe si shifër, është e pakuptueshme. Por të imagjinojmë se ky është një nga universit në natyrë. Mund të ketë dhe universitet të tjera. Do më thënë, ka shumë universitet analoge dhe gjithë kjo është një pafundësi e ekzistencës së materjes. Këtu brenda universit ton ndodhet materia dukshme që e shohim neve. Yjet, toka, planetet e të tjera, pluri kozmike, që përbëjnë materien që e shohim ne, që e masim, e kontrollojmë, e llogarismë e tjera tjera. Po kjo materie përbën vetëm 4% të universit. Pjesa tjetër është e padukshme. Është energji e padukshme ose energji e errët, është materie e errët, e padukshme. Dark matter. Ashtu që nuk e njohim ne sot, po do njihet më vonë. Nuk kemi mjete ne për ta diktuar, për ta llogaritur, për ta përpunuar, por kalimin e kohës do jetë dhe ky një fenomen që do të zgjidhet. Pra mbetet ende në pikpyetje. Zoti Memusha, falenderoj shumë. Kënaqësi që ke qenë me ne në këtë sezon. Kemi folur për shumë çështje, ka patur shumë reagime në bisedat që kemi zhvilluar bashkë. Ne do të vijojmë përsëri ato me zotin Memushaj në sezonin ton të ri, kështu që deri atëherë pushime të mbara. Faleminderit. Faleminderit kënaqësi. Edhe juve pushime të mbara, e miru ta takofshim. Ndërkohë gjithë njerëzve i bëj thirrje që na japin komentet e tyre, të bëjnë subscribe për temën, por edhe për temat e tjera. Në ato që folëm me zotin Memusha e ditën e sotme, një gjë është e sigurt, pra dhe shkojmë te ai morali i shamanit indian, nuk ka një fillim, nuk ka një fund, kështu që mbetet ajo që është kryesorja, të mos ta kërkojmë as fillimin as fundin, por të jetojmë atë që është aktuale, ta jetojmë atë sa më mirë. Dhe atëherë ju uroj gjithë pushime të mbara dhe shihemi përsëri së shpejti.